Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Dugagjini, vazhdojmë të qëndrojmë këtu para kuvendit të Kosovës, kur edhe njëherë do të provohet që të bëhet konstituimi i kuvendit të Kosovës, kur kanë mbetur edhe më pak se 4 minuta që të paktën zyrtarisht të fillojë seanca e kuvendit të Kosovës, nuk kanë ardhur të gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës, madje as liderët e partive politike. Deri tash kemi parë të hyjnë vetëm Memri Krasniqin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe gjithashtu kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, të cilët asnjëri prej tyre nuk ka pranuar të para mediave, të paktën për të deklaruar në lidhje me disa raportime në media se sot do të rëndrohet kryetari i kandidati për kryetar të kuvendit, pra e cila deri tani ishte Albulena Agjiu, me qenë se është deklaruar, në fakt ka pas raportime në media se sot mund të jetë pra Fatmi Limaj, me qenë se është raportuar se është arritur një koalicion mes tyre. Megjithatë, ne kemi provuar dhe gjithashtu kemi marrë deklarata nga eksponentë të tjerë të partive në fjalë, gjithashtu kemi parë një deklaratë deputetit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zoti Lahi Ibrahimaj, i cili thatë që nuk do ta votojnë pra Fatmi Limajnë për kryetar të kuvendit nëse veç i njëjti pra propozohet nga lëvizja vetëvendosje. Por i qartë në qëndrimin e tij nuk ka qenë Faton Peci nga lista Guxoj, i cili nuk dha detaje nëse do të ndrohet kandidati, por tha që janë lista Guxoj dhe ata guxojnë dhe janë në një koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe do të kanë partneritetin me ta. Por derisa po i thonë të këto fjalë zotëri Faton Peci, pranë ti kaloi Albulena Agjiu dhe zoti Faton Peci e quajti kryetare, kurse ishte një buzëqeshje e zonjës Agjiu në këtë deklaratë të zotit Peci. Kurse gjithashtu, siç thash edhe më herët, nuk ka pasur deklarime nga deputetët e tjerë, të cilët kryesisht po hyjnë nga hyrja tjetër aty dhe nuk po mund të afrohemi sa i përket marrjes së deklaratave. Deri tani nuk ka ardhur as Fatmi Limaj, kryetari i nismës, ndoshta për të marrë një qëndrim në lidhur me raportimet në media nëse ai do të jetë kandidati për kryetar të kuvendit këtë ditë. Por ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu dhe do t'ju raportojmë dhe do t'ju informojmë në lidhje me çdo zhvillim të ri.